Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paraqiti të hënën edhe një herë alternativen ekonomike nëse opozita vjen në pushtet. Kryedemokrati u ndal tek ndërtimi duke premtuar ulje të çmimeve të apartamenteve përmes uljes së taksave. Taksa 3% e strehimit social mbi çmimin e shitjes. Sa ajo është 8% tani është taks tjetër kjo, 3% mbi çmimin e shitjes. Shfuqizohet. Tarifa 1% e lejes së zhvillimit mbi vlerën e investimit shfuqizohet. Jo vetëm për ekonominë. Berisha foli edhe për kaosin nëpër gjykata që sipas tij ka ardhur nga vettingu dhe reforma në drejtësi. Por bllokimi i çështjeve civile i kushton vendit, përveç se i mohimi një drejte e pa imagjinueshme, domethënë, i kushton vendit miliarda euro për shkak bllokimit të pronave, të kredive, të fondeve e tjerë në këtë sektor. I pyetur për strategun e tij të fushatës Krisla Civita, Berisha nuk dha shumë detaje, por premtoi surpriza. Datën e ardhjes, unë ju garantoj që do vi, po e la si surprizë për Edi Ramën që t'i bjeri koks me tovolinë kur të vi. Fushata elektorale në vendin Tonis me 11 prill, ndërsa partitë politike janë mobilizuar për 11 majin, ditë që do të përcaktojë qeverinë për 4 vitet e ardhshme.